Në shtëpit tona, kafshët jetojnë mes luleve, mes objekteve të përditshme dhe ushqimeve që ndoshta për humanët janë totalisht të padëmshme, por pa kuptuar mund të jenë riskuese për kafshët shtëpiake. Një pjesë e tyre përbëjnë rrezik serioz për shëndetin e qenve dhe maceve dhe her pas here mund të jenë dhe fatale në qoftë se nuk njihen dhe kapen në kohë. Sot flasim për rreziqe që shpesh i kemi parasyve dhe nuk i vëmë re dhe patjetër duhet i shmangim që kafsha jonë shtëpiake, 4 putroshët tanë shumë të dashur që janë miku më i mirë i njeriut, të jenë të sigurt dhe të shëndetshëm. Për të marrë disa këshilla, patjetër duhet zëri profesionistëve dhe një të tillë kemi në studio me ne Anton Jaku Veterin. Anton, mirë se vjen, kënaqësi që jemi së bashku. Përshëndetje. Mirë, e nisim pak me lulet dhe objekte që u bëjnë dëm 4 putroshëve, maceve dhe qenve. Po, në shtëpit tona kemi shumë lule, shumë objekte, ilaçet që ne mund të përdorim, detergjent, por që neglizhohen më shumë janë lulet, shumë lloj tulipanësh, zambakësh, lili. Ato janë shumë toksike dhe kalojnë në helmim për qent dhe për macet, zakonisht më shumë për macet. Mjafton vetëm ti lëpin macet, ti gëlltisin, të pinë ujin të pjesa vazove. Për shembull, lili është një ndër lulet më toksike, palma sago, edhe shumë lulet të tjera. Mund të jetë helmim i lehtë, aloe vera mund t'i japë një dëmtim të lehtë, ose mund të kalojnë shumë toksike. Ka shumë sheja klinike që ato i japin, që njerëzit duhet të mos i neglizhojnë. Të vjella, jargëzim nga goja, Kanë shenja që tregojnë që macja ose qeni që ne kemi në shtëpi mund të jetë helmuar nga bimët që kemi aty. Jashtë diarre. Po, përse është e rrezikshme lulja e Krishtlindjes? Në këtë periudhë të gjithë marrim atë luljen e kuqe në shtëpi për Krishtlindje. Përse është e rrezikshme për macën apo për qenin? Ajo është shumë toksike për macën tonë, nëse macja e gëlltit atë, i sill insuficiencë të veshkave, dhe njerëzit nuk duhet të humbin kohë duke përdor mjekime në shtëpi ose direkt apo shikojnë një shenjë klinike nga këto, direkt duhet të shkojnë te veterineri, duhet vinë nëpër klinika dhe mos ta neglizhojnë, sepse helmi kalon shumë shpejt në mace. Njësoj edhe në qen. Po, nuk janë vetëm lulet, janë edhe objekte të ndryshme që ne kemi. Po, cilat janë objekte pa kuptuar, ne i kemi në shtëpi për një arsye apo një tjetër, për që e dëmtojnë. Po, nëse një person vendos të marrë mace, pikë pari duhet shikoj lulet që ka në shtëpi. Mund bëjë një search në Google, shikoj është toksike, nuk është toksike. Duhet ketë kujdes detergjentat, sepse kur pastroj. Po, pastroj veni me një detergjent shumë toksik. Duhet ketë kujdes ilaçet që ai përdor për vete, sepse mund të përdorë ibuprofen, paracetamol, antidepresant, shumë ilaçet që janë shumë toksike për macet edhe për qent. Flasim gjithashtu dhe për problemet e zakonta në këtë periudhë, përveç helmimeve që mund të ndodhin nga lulet apo edhe shqetësimeve që mund të vinë nga qoftë detergjenti i përdorur për të pastruar një sipërfaqe, çfarë tjetër është shqetësuese në këtë periudhë? Në këtë periudhë janë shqetësuese sobat që kena në shtëpi, sepse macet duke qenë se gjurmojnë burimet e nxehtësisë, mund të digjen. Problem në këtë periudhë janë fishek zjarre. Çdo ditë vitit në Tiranë, po në vende të tjera më ndryshe. Jemi duke dëgjuar shpeshherë fishek zjarre. Po, ato janë shumë merruse për qenë. Duhet kena kujdes mos i lënë nëpër balkone. Pra të kemi kujdes të mos natën e ndërrimit të viteve. Po, natën e ndërrimit të viteve. Një kafshë. Duhet kena kujdes sheqernat, baklava nuk ka për qenin, as për macen. Po, fakt, do doja të daleshim pak tek ushqimet njerëzore që u bëjnë keq kafshëve shtëpiake. The baklavan, por mund të jetë çokolata, mund të jenë kafeinat, mund të jenë rushi i thatë. Janë, domethënë, avokado. Edhe nëse ato lexojnë sepse lejohet molla, lejohen disa pjepëri, lejohet bostani. Mund ta hanë kafshët? Me sasi të vogla. Me sasi të sigurisht. Me një fet. Sepse ato vinë për shembull tek klinika ime, thonë, po unë kam lexuar se ha, e them, nuk flitet për 1 kile. Pra jo një shalqi të tërë, por pak shalqi. Problemi tjetër janë sheqernat, kafeinat, janë gjithë llojet e ushqimeve të. Je dakord që kushdo që ka një mace apo një qen në shtëpi, ta ushqej me një ushqim të posaçëm për të, apo ndoshta dhe ushqimin që përgatitet për familjarët e tjerë?
përveç se ta ushqej me një ushqim për mace, edhe duhet ta diferencoj për moshën e macës, nëse macja është sterilizuar ose qeni është i sterilizuar, nëse është i vjetër në moshë, duhet sepse problem që haset shpesh ato nuk i diferencojnë ushqimet për macët që ato përdorin ose për qend, edhe qeni macja kalon në obezitet. Pastaj i vinë problemet tjera që janë nga obeziteti, që diabet, mbi pesha me problemet e veta edhe pastaj mund t'jenë edhe fatale. Simptomat e para që duhet të alarmojnë pronarin e kafshës shtëpiake. Simptomat e para që duhet të alarmojnë pronarin, që ai mund t'i shikoj me sy, villa, diarre, anoreksi, macja qalon, ai duhet paraqitet te veterineri dhe jo të bëjë veprimin në shtëpi me mjekime popullore, alternative sipas informacioneve të Google-it, duhet menjëherë paraqitet në një veterinari. Gjithsesi, përpara se ato të marrin një masin i qenë, unë i sugjeroj gjithë ato që duhet marrin të adoptojnë mas miri, është që përpara se ato të marrin të shkojnë të një klinik ma afërt, të marrin një këshill të vogël, sepse ajo këshill ban diferencen. Tjetër që i sugjeroj gjithë ato që kanë qenë edhe mace, mos neglizhojnë vaksinat. Vaksina është kryesorja që i mbron kafshët, qenin, macën, gjitha kafshët nga smundjet. Është më mirë ti paranalosh se sa ti mjekosh. Edhe si kosto, edhe për juve, edhe kryesorja për macën edhe për qenin. Për shëndetin e tyre, në fund. Anton, çfarë duhet ketë parasysh dikush që teksa është duke u marrë me zbukurimet e Krishtlindjes, edhe zgjedh ta mbush shtëpinë në drita dhe një dekor të madh, ndoshta një pemë shumë të madhe, me gjithë ato zbukurimet e vogla ku ka një macë dhe një qen. Çfarë duhet ketë kujdes? Se dim që macet i kanë shumë shef pemët, por dhe qenë nuk mbeten pas për të luajtur. Niveli i kuriozitetit i macave është shumë i madh dhe ato mundohen të luajnë edhe shumicën e kohës kafshojnë edhe qenë po njësoj. Timojnë larg objekteve që përmendem, timojnë larg zbukurimeve që aty në ju bëjnë dam, që për qenin që mos gëlltis i pjesë pemës edhe... Sepse gjithçka është problematike për shëndetin e tyre. Cilat kafsh shtëpiake, sepse janë klasifikuar të tilla, nuk sugjerohen nga veterinerët të mbanë në shtëpi? Është pak paradoksale që nga termi, por ju nuk e sugjeroni që këtë lloj kafshe, këtë specie, ta mbajmë ndoshta aty ku jetojmë vetë. Kafshët që duhet marrim në shtëpi duhet përputhen me shtëpinë që ne kemi. E para kryesorja se çdo kush duhet marrë një qen që përputhet me hapësirën e shtëpisë, me mundësitë e tij për xhiro, sepse ai nuk mund të marrë pastor edhe ai mos ketë mundësi që dala si minut me të. Ku të sorollat. Po. Gjithmonë them në varësi të atij që do të përmarr kafshën, duhet të shoh mundësitë e tija, që masanej me zgjidh me marr, më mirë të marrë një mace, ka ma pak obligime, se sa të marrë një qen të madh, i cili ka edhe për masat. I kthehet në stres atij edhe edhe kafsha, edhe kafsha shtëpiake ka ato peripecitë e veta, ajo probleme shëndetësore, mungesë hapësirës mund të veten, edhe kemi disa sëmundje bashkëqyrruese pastaj rrugës. Po flas tu për papagajt, ndoshta për lepurin, që disa shqiptarë di që e mbajnë në shtëpi, ndonjë gjarë për të mundshëm, ndonjë specie që mund të jetë rrallë për pozicionin gjeografik ku Shqipëria është, apo s'është se ka një rregull të shkruar? Ne nuk duhet marrim njerëzit mbajnë kafshë shtëpiake, mbajnë gjarë, mbajnë breshka, lepuj, gjitha, kryesorja, para se ti marrin informacione për to. Përpara se të krijojë një habitat për to. Përpara se ato ti marrin. Anton, duke qenë se ti ndeshesh me më shumë qytetarë që i duan kafshët se sa ne, për shkak edhe detyrës tënde. Kafsha më e pazakont që ke dëgjuar që mbahet, apo zvarraniku më i pazakont që mbahet në shtëpi? Po, mbajnë luan. Luan? Po, mbajnë. Edhe pse është e jashtëligjshme. Edhe pse është e jashtëligjshme, kam pa nëpër rrjetet sociale që ato mbajnë. Jo se kanë ardhur te klinikat të luan përdore, po. A din, kam pa nëpër rrjetet sociale që ato mbajnë gjarpri, mbajnë shumë.
bajluan, fantazinë për zgjedhje. Po, edhe pse shumica prej tyre nuk janë të informuar Se si duhet kujdesen. se si duhet kujdesen fare për temperaturat, për asgjë. Por që ato janë një grup i vogël njerëzish. Adin, kryesor dohan ma madhja është që majnë qenë edhe masë. Atët e qenë, po, do shtë ka që pjake më zakon më shpesht. E fundit, si sugjeron t'ju shem edhe macet, por edhe qenë, me mish të vërtet, apo me ato kokra që blihen të gatshme? E mirë është që ti alternojmë. Por që unë gjithmonë sugjeroj ushqimin kokra për qenë edhe për mase, si kur fola ma për para, duke pas kujdes të lloji kokrave që ne përdorim, duke pa moshën e kafshës që kemi, llojin, e sterilizuar apo jo, edhe njësër faktorsh, duke pyet atje ku i marrim kokrat, se duke i tregu se çfarë maset ose qenit kemi. Por dhe ndonjë shqetësim që mund të ketë kafshë që ne kemi në shtëpi. Anton, faleminderit shumë për këtë bisedë. Faleminderit juve. Shumë e rëndësishme për gjithë ata që kanë dashurinë edhe kanë në mesin e tyre një kafshë shtëpiake. Me të drejtë një mesazh na dha Antoni në gjithë bisedën është që përpara se të merrni një kafshë shtëpiake, të sigurojeni që ju i ofroni kushtet e duhura për të kujdesur për të. Informoni, shumë e rëndësishme. Faleminderit, festat të gëzuara. Faleminderit për në studio, gëzuar festat. Shumë kënaqësi publikut i themi, qëndroni me ne, kemi dhe një segment të fundit për mes dritën e ditës së sotme. Shkëputemi dhe rikthehemi në studio.